Edhe për këto produkte të reja. Do sa marrë gënja. Jo ju profesor. Kjo është motori I ekonomisë. Po. Pusharësit e shumërisë. E vërtetë. Duhet të përgëzoj shumë përzemërsisht Hajri Elezin, të gjithë stafin e sipërmarrjes tij, I cili në një zonë nga më të thellat në kuptimin e distancave dhe në kushte më të veçanta, ka ndërtuar këtu në qaftëmarrjet Lajthiz një nga sukseset e mëdha të biznesit shqiptar. Kam ardhur këtu vite më parë dhe kam vizituar fabrikën e fillimit të këtyre punimeve. Por në vite Hajri Elezi ka arritur të investoj 80 milion euro dhe të krijoj një nga fabrikat që në disa aspekte është më modernja dhe më madhja në Ballkan, I disa linja. Është një me të vërtet një punë e jashtëzakonshme që ky sipërmarrës një guxim I madh ka dëshmuar dhe ka bërë. Natyrisht, vështërsitë kanë qenë të shumta, por një nga vështërsitë më madhore, largimi I popullatës, I të rive dhe I punëtorëve. Punëtorët I merr nga shumëria, fusharësi, por edhe nga vendet tjera, sepse të rit kanë emigruar. Pra, kanë Gjermanë që punën këtu, e tonë të kanë ikë jashtë. Gjermanë vinë këtu. Kanë Gjermanë. Pra ne do bëjmë gjithçka. Spari për të lehtësuar dhe më shumë këtë sukses spektakular. Këtë investim që është më I madhi, si po më thot vetë Hajriu pas Fierzës, ky është investimi më I madh që bëhet në këtë zona. Do bëjmë gjithçka që
pasurit e këtyre zonave të kthehen në vlera nga cilat përfitojnë banorët, përfitojnë qytetarët, përfitojnë Shqipëria. Hajrelezi ujin e famshëm të Lajthizës e ka bërë të famshëm tani në Ballkan, në Europë dhe në botë. Por Puka ka potenciale tjera shumë të mëdha, mbi toksore dhe nën toksore. Dhe i garantoj banorët e këtij rrethi se do bëjmë gjithçka për punësimin, rroga më të mira, prodhim dhe vetëm prodhim në punë. Dhe turizëm ka potenciale shumë të mëdha. Duhet ta përgëzoj edhe një herë shumë përzemërsisht Hajriun për këtë punë të jashtëzakonshme që ka bërë. Këto janë linjat e teknologjisë më të fundit. Prodhime, ka diversifikuar produktet, siç e pat, të shumë llojta. Por imagjinoni ju se çfarë shije kanë ato ingredient të bashkuar me ujin e Lajthizës. Ata e kanë Kjo është sekreti i turizmit. Ky është misteri i Lajthizës. Kënaqësi, doktor. Edhe për mua shumë kënaqësi, më të fanoj shumë, domethënë ishte një askush s'ka investuar kaq sa. 8.5 milionë euro ka marrë qeveria. Taksë të rëshë, Taksë të rëshë. Dëgjojnë. 5.5 milionë euro taksat do përgjysmohen. Kjo të garantoj në aktet e para. Ne besojmë. Jemi një treg informal, një regulator i mirë duhet. Detyrimisht, por ne kemi një parim, hajri. Parat në kontot e biznismenve janë më të vlefshme se në kontot e qeverisë. Sepse përdoren më me ekonomi dhe japin efekt më të mëdha për shoqërinë. Ndaj dhe ne përgjysmojmë taksat në aktin e parë, 3 muajt e parë, taksat do të përgjysmohen për bizneset e madh, taksat lehtësira të mëdha për bizneset e vogël, do ketë një hapësirë shumë më të madhe. Doktor, për iniciativën e lirë, lirinë ekonomike. Tu e shëndet një mësuaj, dhe suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ulim të atim fitimin, e ka 23, del 10. Absolutisht. Del 10, sigurisht 13 metën rroga ti, tjetër po kështu, biznesmenit po e po. Jo, kjo s'ka diskutim. Janë 3 pagar vit plus. Po. Në 11 maj në kutit votimit aty të filmosim, sepse do filmosim një ndryshim të madh. Edhe më pata shumë kënaqësi që vizitova këtë sipërmarrje, e cila është një investim i jashtëzakonshëm, domethënë i guximshëm, i suksesshëm. I premtova dhe sigurova se akti i parë
do t'jetë përgjysmimi i taksave. Përgjysmimi i taksave për sipërmarrësin e sipërmarrjen pak shtesë për do punonjësit. thotë të paktën 13% rritje të pagave ata që paguajnë të atin fitimin, do thotë një sasi më e madhe fondi për sipërmarrësin për të rritë rrogat dhe për të përmirësuar kushtet e punës, të cilat, thash dhe njerë, ky është një sukses madhështor që është të vërteta, domethënë ta marrim ashtu, bemoni ju, shumë prej jush nuk e ka pa si ka qenë këtu. Unë po, me 100 herë, kam kaluar, ka qenë vetëm çespja aty sipër. Edhe një klub. Fabrika vogël. Po dhe fabrikë, jo pas, por s'ka as ajo fare. Dhe tani shif si është fabrika më e madhe e prodhimit të ujë dhe produkteve tjera në rajon. Linja ultra moderne. Ju përshtes shumë përzemërsisht dhe ju ftoj. 11 maj të gjithë firmosin.